droga. Fatmir Myrta, doktor, si është e mundur që një koncesion 10 vjeçari hemodializës me vlerë rreth 75 milion euro të fitohet nga një kompani që sipas denoncimeve të PD-s nuk kishte ofertën më të ulët dhe mori pikët maksimale për eksperiencën, ndërsa KLSH ka konstatuar edhe pagesa për shërbimet pakryera. A nuk kemi këtu një tjetër shembull të një modeli klientelist ku parat publike përdoren për të garantuar fitime private? Krye këput kjo është. Para se të shpallet tenderi çohet valizhja. Valizhja me miliona. Apo bëhen transfertat në kontot offshore të tyre. Dhe ky është një krim. Dhe monopolizimi i dializës është një goditje e rëndë. Edhe për spitalet tjera. Aq më tepër kur oferta nuk është më e lirë, është qartësisht flagrante akt korruptiv. Por ju keni ndëgjuar, besoj, se Edi Rama kërkon të shtetëzoj në thojza të gjithë tregtinë e ilaçeve në Shqipëri. Por burimet mirë informuara njoftojnë se pas krijimit ndërmarrjes shtetërore për importin e ilaçeve, atëherë do përdoret modeli Kajo. Modeli Kajo apo i punëve të pista të qeverisë. Rama ka përzgjedhur Kajon e radhës për t'ia kaluar importin e ilaçeve, natyrisht për nda parat me te. Kështu që kemi të bëjmë me një hap tjetër, akt tjetër madhor të dorëve të duarve të zeza mbi qindra milion euro importe e ilaçesh për shqiptarët. Arbesa Prifti, çfarë mendimi keni për protestë